Një grua bleu disa ushqime për një të pastre dhe pas pak kohë ai i dha asaj një letër që e bëri atë të qante. Çfarë kishte në atë letër që e preku kaq shumë gruan? Shikojeni të gjithë klipin dhe do të ndiheni të prekur nga ky gest i gruas që ngjalli burri. Të jetosh në rrugë nuk është e lehtë siç mund të imagjinoni. Shpesh herë një pastre nuk e ka zgjedhur vetë këtë mënyrë jetese. Rrethanat shpesh e çojnë dikën në një situatë të tillë. Joy ishte padyshim i vetëdijshëm për këtë kur pa një të pastre në metron e New Yorkut, i cili po dridhej nga të ftohti. Kjo është ajo që ndodhi më pas. Lazaro Elfeo u ngjit në metron e New Yorkut në një natë të ftohtë janari 2016, kur pa një të pastre në bordin e trenit. Njeriu ndihej i ftohur dhe i sëmur. Nuk kishte asnjë bluzë për ta mbrojtur nga i ftohti. Një pasagjer, Joy Resto, vendosi të jepte bluzën e tij të bardhë për të pastrehun dhe ndihmoi ta vishte bluzën. Ndërsa Joy e vishte të pastrehun, Lazaro ishte pa fjalë dhe nxori telefonin e tij për ta filmuar momentin. Joy u kthye në vendin e tij, por më vonë u kthye për t'i dhënë njeriu një kapel gjithashtu. Lazaro Elfeo e filmoi të gjithë ngjarjen dhe nuk mund të prisnin të ndanin atë me të tjerët, dhe kjo e bëri shumë reagime. Resto nuk e kuptoi se gjesti i tij ndaj të pastreut do të shkaktonte kaq shumë reagime tek njerëzit. Resto ishte rritur në New York dhe nuk ishte i panjohur për metron. Në atë kohë jetonte në Brooklyn dhe punonte si asistente ligjore në qytet. New Yorku është i njohur për dimrat e tij të ftohtë. Temperaturat sërish bien nën zero dhe mund të bie dëbor. Ndërkohë qyteti ka një problem të madh me të pastrehet, numri të cilëve është arritur me kalimin e viteve në nivelin e depresionit të madh në vitin 1920. Sipas organizatave për të pastre, përqindja e tyre është 82% më e lartë tani se sa ishte 10 vjetet më parë. Në vitin 2017, pothuajse 13.000 njerëz flinin në rrugë. Këta njerëz shpesh injorohen, por Resto pa njeriu në metro dhe mori masa për të ndihmuar me gjestin e tij të bukur. Resto tha për ABC News se temperatura ishte rreth 7 gradë Celsius atë mbrëmje. Ai pa të pastreun të ulur në metro pa një bluzë dhe duket se dridhej. Nuk mund të besonte që pasagjerët e tjerë e pa njeriun dhe nuk bën asgjë. Askush nuk ju afrua njeriut dhe të gjithë mbajtën distancë. Njeriu nuk dukej mirë, ashtu siç dukej sikur ishte rrahur. Kishte humbur disa copë flokësh dhe ishte shumë i dobët. Resto vendosi të regjistrojë një klip për mediat sociale për të kapur gjendjen e njeriut dhe për ta ndarë me të tjerët. Jo për ta tallur, por për të ndihmuar të ndërgjegjësojë njerëzit për vuajtjet e tij. Ula përpara tij dhe bëra një video në Snapchat. Ishte çmenduri që të gjithë thjesht e shikonin dhe nuk bënin asgjë tha Resto. Resto ishte shumë i prekur për të parë njeriu në atë mënyrë. Ishte e qartë që njeriu ishte i ftohtë dhe i uritur. Resto donte ta ndihmonte personin e pastre dhe shpejt mendoi për një zgjidhje. Ai u afrua njeriut dhe i dha bluzën dhe kapelen e tij. Resto nuk e dinte që Lazaro Elfeo po regjistronte këtë. Lazaro filmoi Resto, që hoqi bluzën e tij dhe ia vuri të pastreut, madje kontrolloi nëse bluza i përshtatej mirë. Në një intervistë për radion, Resto tha se njeriu i pastret dukej shumë i dobët. Duhej ta ndihmoja sepse ndryshe ai do të kishte vështirësi për ta veshur bluzën. Ai nuk i dha rëndësi që njerëzit po e shikonin. Kishte veshur një bluzë të madhe për të përballuar të ftohtin, tha ai për Fox 5. Resto u kthye tek njeriu me një kapel të zezë dhe e vendosi me kujdes mbi kokën e tij. Ishte më e pakta që mund të bëja, tha ai. Ai e ftoi njeriu në shtëpinë e tij për një kafe, një vakt të ngrohtë dhe për më shumë rroba. Njeriu pranoi, megjithatë gjatë rrugës për në shtëpinë e Restos, ai kishte rënë në gjumë. Kur Resto duhej të dilte, nuk donte ta zgjonte. Ai kishte fjetur në një kënd dhe ndoshta ishte herë e parë në një kohë të gjatë që ishte i ngrohtë dhe i rehatshëm përsëri. Resto gjithashtu telefonoi një stre për të pastrehet, për të parë nëse njeriu mund të merrte ndihmë. Shpresoj të gjej këtë njeri. Nuk është e vështirë të njohësh, tha ai. Në të njëjtën mbrëmje, Lazaro Elfeo, i cili kishte filmuar gjithçka, postoi videon e Restos në Facebook. Imazhet u bën virale shumë shpejt. Video tani është parë më shumë se 14 milion herë dhe ka gjeneruar më shumë se 28.000 përgjigje. Njerëzit lavdëruan Reston. Ishte e shkëlqyer të shihje sa shumë përkushtim rrjedh nga një person në tjetrin. Shkroi Clark në Facebook. Disa të tjerë përgjigjen me respekt për këtë njeri.
Megjithëse shumë njerëz thonë se njohërkezet janë të ftohtë. Ky gjest e tregon të kundërtën. Kështu duhet të trajtojmë njëri tjetrin. Ishin disa nga komentet. Resto e mori gjithashtu një çmim të veçantë nga ligjvënësit dhe guvernatori, të cili e përmendi në fjalimin e tij në Unionin e Shtetit. E dashura e Restos në atë kohë gjithashtu ishte plot me lavdrime për veprimet e tij dhe tha se ai ishte vërtet një person i kujdesshëm. Ai e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull dhe ndërsa të tjerët vazhdonin të shikonin, ai bëri diçka për situatën, tha ajo. Edhe pse njerëzit në media sociale lavdruan për ndihmën që i dha njeriu, ai mori pjesë në disa intervista, i insistoi se kishte bërë vetëm atë që mendonte se të gjithë duhet ta bënin në atë situatë. Thjesht doli nga zemra, tha ai për ABC News. Nuk e di se si dikush mund të kishte kaluar përpara tij dhe të kishte mundësi t'i jepte atij disa rroba, por nuk e bën këtë. Çfarë do të kishit bërë në një situatë të tillë? A ka shumë të pastre në zonën ku jetoni? Para se të kalojmë në historinë më prekse që keni pritur nga fillimi, siguroni që të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin ton për të mos humbur videot tona të ardhshme. Nota nga i Pastrehu. Si do të reagoni nëse do të merrnit një letër sepse keni bërë diçka të mirë për dikë që thotë? Sot doja të vritesha, por për shkak teje nuk e bëra. Faleminderit njeri i bukur. Këto ishin fjalët që i Pastrehu i quajtur Kris shkroi në një copë letre të vogël pasi një grua e mirë kishte bler kafe dhe një ushqim. Në faqen e Facebookut, Love What Matters, dikush ndau këtë letër prekse dhe që atëherë ka marrë gati 700.000 pëlqime. Ka qenë një frymëzim për shumë njerëz të jenë më miqësor ndaj atyre që janë më pak të favorizuar. Shpesh ne njerëzit jemi shumë të zënë ose të shpërqendruar për të dhënë pak vëmendje ndaj atyre që janë në nevojë. Ne zakonisht vazhdojmë përpara dhe shmangim ndihmën, duke menduar se mund të harxojmë parat që i japim në alkool ose drogat e tjera. Casey Fisher ishte në rrugën për në Dunkin Donuts, kur pa një të pastrit që ishte duke kënduar këngë dhe duke u përpjekur që të ngrinte para. Ai pastaj hyri në restoran dhe numëroi kursimet e tij për të parë nëse kishte mjaftueshëm para për të blerë diçka, por duket se nuk kishte asnjë cent në xhep. Casey pa njeriun dhe bëri diçka të shkëlqyer. Ajo foli me të dhe i bleu një ushqim dhe kafe. Ajo gjithashtu e ftoi të ulej në një tavolinë me të për pak kohë dhe kështu ata filluan të flisnin. Njeriu i tregoi Caseyt për të kaluarën e tij dhe se njerëzit ishin të këqij ndaj tij sepse ishte i pastre. Fatkeqësisht, nëna e tij kishte vdekur nga kanceri dhe ai nuk e kishte njohur të atin. Ai kishte filluar të përdorte droga, por ky e kishte kthyer në një person që nuk donte të ishte. E gjitha ajo që dëshironte ishte që nëna e tij të ishte krenare për të. Casey e zbuloi se emri i njeriut ishte Chris dhe mendonte se ai ishte një nga njerëzit më të rëndësishëm dhe të sinqert që kishte takuar ndonjëherë. Pas një ore bisede, ajo duhej të kthehej në shkollën e saj dhe tha lamtumir Chrisit, i cili pastaj i kërkoi të priste që të shkruante diçka. Ai më pas i dha një kupon të palosur dhe kërkoi falje për dridhjen e dorës së tij. Ai buzëqeshi dhe iku. Kur Chris iku, Casey hapi notën e tij që thoshte: "Sot doja të vrisja veten, por për shkak teje nuk e bëj më. Faleminderit njeri i bukur." Që nga postimi i Caseyt, shumë njerëz kanë shprehur admirim për atë që ajo bëri dhe ajo ka frymëzuar shumë njerëz, ndoshta në mbar botën, që të jenë pak më miqësor ndaj atyre që janë më me pak fat. Ndoshta kanë ndonjë para për të ndihmuar ose madje të blejnë diçka të mirë për një të huaj. Asnjë veprim nuk është shumë i vogël për të pasur një ndikim pozitiv. Ndoshta një ditë do të shpëtojmë jetën e dikujt në këtë mënyrë. Është prekse të shohësh se veprimet e mira mund të ndryshojnë jetën e të tjerëve në nevojë.